Përshëndetje të nderuar miq. Ja ku jam përsëri me ju së bashku, me patjetër, për të ndarë një komentim që në fakt ka ngritur shumë pikpyetje dhe shikoj që më vinë mesazhe edhe privatësisht, a janë bashk Egli dhe Gjesti. Në një rrëfim që ka bërë ditën e djeshme Anajti, një figurë e njohur në publikun shqiptar, një personazh që njeh shumë artist edhe nga afër, ka treguar rreth rrugtimit të tyre. Në fakt, unë dua një herë të lexoj këtë që kam përmbledhur rreth thashethemeve të çiftit dhe më pas do ta komentojmë edhe marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit. Pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, ku emrat e Gjestit edhe Eglit Takos u bën pjesë e pandar e dinamikës së shtëpisë edhe më vonë edhe e vëmendjes mediatike, sot në jetën reale, dyshja vazhdon të jetë në qendër të spekulimeve dhe thashethemeve, duke u kthyer në një enigmë publike për shumë djegës. Sipas burimeve pranë tyre dhe deklaratave të fundit të Anajt Kalotës, fituesi të parë të Big Brother VIP Albania edhe miku të afërt të disa ish banorëve, Gjesti dhe Egli aktualisht nuk janë çift, por janë shumë të afërt dhe sipas fjalëve të tij ata bashkëpunojnë për projekte të ndryshme, ndërkohë që çdo njeri ndjek rrugën e vet profesionale përmes kontratave të veçanta. Ata të dy janë ndarë për çështje të bashkëpunimit dhe punës, nuk janë çift më, të paktën jo zyrtarisht, por mbeten shumë të lidhur me njëri tjetrin. Po të kishte një ofertë të madhe financiare, do të luanin edhe jashtë shtëpisë, si lojtar të vërtet, është shprehur Anajdi në një prononcim të fundit. Tani këtë dua ta sqaroj, sepse kështu janë të shkruara lajmet. Kjo është e re. Anajdi nuk tha se ato të dy nuk janë çift. Anajdi tha se ato të dy vazhdojnë të jenë bashkë në formën se si kanë përzgjedhur, por nuk janë çift në reklama, nuk janë çift në bashkëpunime, nuk janë çift në projekte, por jo në jetën e tyre, sepse më vjen keq që po keq interpretohen gjërat edhe po shkruhen në mënyra vetëm nuk janë çift. Anajdi tha që nuk janë çift në punën profesionale, në jetën profesionale, por jo në jetën private. Në qoftë se tha do të vinte një shumë e mirë e paguar, çifta do të bëhej dhe Zhaku me Kastron, që janë tek ferma. Por jo Egli dhe Gjesti. Do të thënë, Egli dhe Gjesti vazhdojnë të jenë bashkë, por të ndarë profesionalisht. Egli dhe Gjesti, që nga momenti kur dolën nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, nuk janë larguar asnjë ditë nga syri i publikut. Ata janë parë në përngjarje të ndryshme, intervista, promovime dhe projekte artistike herë bashkë edhe herë veç. E përbashkëta është se ata asnjëherë nuk i kanë mohuar ndjenjat që kanë pasur brenda, por në të njëjtën kohë nuk kanë pranuar asnjëherë zyrtarisht që janë ende bashkë çift. Gjesti, i cili tashmë është përfshirë në projekte të reja dhe po eksperimenton edhe në fusha të tjera të artit dhe televizionit, duket se po ndjek një strategji të matur. Ai është menaxhuar nga një agjenci e re që synon të ripozicionojë si një figurë më të gjerë publike dhe në këtë rast është Top Channel. Dhe në anën tjetër Egli Tako, e cila prej vitesh është e pranishme në ekran përmes artit të saj muzikor, që po përfiton nga fama e saj për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme në skenën artistike. Ajo që ka ngjallur më shumë dyshime tek fansat ka qenë fakti që si Gjesti ashtu dhe Egli në të njëjtën ditë dhe pothuajse në të njëjtën orë fshin të gjitha fotografitë të përbashkëta në Instagram. Kjo solli një stuj reagimesh nga fansat e tyre, duke ngritur pyetjen: ishte kjo një shenjdarje apo një mënyrë për të ruajtur privatësinë? Edhe pse Egli nuk dha një përgjigje të drejtpërdrejtë në intervistën e fundit që dha në Portokalli, ajo la të kuptojë se marrëdhënia e tyre është më e ndërlikuar se sa duket. Ajo buzëqeshi kur u pyet për Gjestin dhe pranoi me sinqeritet se shpesh pas darkave të lodhshme ose ditëve të mbushura me angazhime, ata kalojnë kohën së bashku në hotel. Gjesti nuk ka fjetur vetëm në hotel, tha Egli me një të qeshur që foli më shumë se fjalët, dhe për ta që din të lexojnë me sreshtash, kjo ishte një pohim që po ndoshta dashuria mes tyre nuk ka marrë fund. Në rrjetet sociale, komentet janë të pafundme.
nga fansat ndahen në dy grupe, ata që besojnë se Gjesti dhe Egli janë ende bashk, por nuk duan të bëjnë publike për të shmangur presionin dhe zhurmën, dhe ata që mendojnë se marrëdhënia e tyre ka përfunduar. Por ndoshta bashkëpunimet profesionale i mbajnë ende pranë njëri tjetrit. Çfarë do të jetë e vërteta, një gjë është e sigurt. Gjesti dhe Egli e din shumë mirë si të mbajnë interesin gjallë, si të qëndrojnë në vëmendje dhe si të menaxhojnë atë linjë të hollë mes privatësisë publike. Ata janë kthyer në një çift enigmatik të showbizit shqiptar, ku çdo gjest, çdo postim apo mungesë e tij kthehet në lajm. Deri në një konfirmim zyrtar, nga vetë ata publiku do të mbetet me sytë nga ekranet edhe telefonat, duke pritur një foto, një video apo thjesht një koment që të tregojë të vërtetën, por në fund të ditës edhe ata kanë të drejtë të jenë njerëz, të kenë privatësinë e tyre, të duan në heshtje dhe të ndahen pa deklarata. Në fakt kjo është një shpjegim që unë dua pak ta detajoj dhe më gjerë. Mendoj që Egli dhe Gjesti në asnjë mënyrë nuk e kanë as në interesin e tyre shpirtëror, por as edhe në interesin e tyre publik që të ndahen. Egli dhe Gjesti jam shumë i bindur që vazhdojnë të dy së bashku, duan të jenë pak më të qetë dhe ndoshta e përdorin këtë mënyrën që nuk janë publik për të ruajtur një reklam për veten, sepse është i vetmi sekret se si të flitet për to duke mos postuar, duke mos nxjerr foto bashk, duke bërë ndryshime në përjetet sociale të tyre, dhe automatikisht publiku është shumë në pikpyetje çfarë po ndodh, si është marrëdhënia, si shkon ngjarja, si është situata, janë bashkë apo nuk janë bashkë. Më thënë, është një provokim i tyre. Mendoj që nuk duhet të jetë shumë i gjatë ky lloj provokimi, sepse me patjetër publiku ka të drejtën e madhe që edhe të lodhet, edhe të stresohet, edhe të mërzitet nga këto reagime, nga këto qëndrime, dhe do t'i duket e neveritshme se si mundet një çift të jetë kaq jo transparent. Unë mendoj që në momentin e parë që kënga e Gjesti do të jetë publike, me patjetër që Gjesti do të ketë edhe një projekt me Egli, nuk do ta lër këtë famë, këtë sukses, këtë komentim, këtë dashuri të publikut pa u komentuar Egli dhe Gjesti, dhe më pas do të fillojnë edhe daljet e tyre publike, dalje që në fakt duke që janë shumë të komentuara, dalje që në fakt duke që janë shumë të zëshme edhe të papritura për publikun.